Ku sfidohemi sot? Spektakli i imazhit është sot pjesa dominante e jetës. Është pjesa dominante në një botë moderne në cilën jetojmë ne sot. Ky imazh shpeshherë mundohet ta zaventësoj edhe përmbajtjen. Mos me thonë që ky imazh ndonjëherë krijon edhe konflikt me përmbajtjen, ose me esencën, ose le të themi edhe me përjetimin. Dhe duke qenë se ne fetarët jetojmë sot në një botë që ka shumë imazh dhe çdo gjë është spektakël, domethënë ne jemi të rrezikuar që edhe ne të bëhemi pjesë e kësaj loje dhe në një farë forme edhe ne të futemi në garë. Derisa është gara e imazhit, edhe ne futemi në garë dhe edhe ne e bëjmë fetarinë tonë pjesë të imazhit, duke e harru aspektin e përmbajtjes, aspektin e përjetimit, i cili domethënë nuk mund gjithmonë të jetë imazh. Përjetimi është diçka e cila domethënë ngulitet thellë në brendësinë e njeriu. Megjithse ne nuk kemi të interesuar të krijojmë konflikt mes përmbajtjes dhe formës ose imazhit, sepse edhe përmbajtja ka nevojë për imazh. Ndonse përmbajtja është thelbi, është parsore, është shumë e rëndësishme, megjithatë përmbajtja ka nevojë për formë, ka nevojë për atë pjesën ku ndjenjat ose ndjesia ose përjetimi ka më u shfaq. Njëkohësisht forma nuk mund të qëndrojë pa përmbajtjen. Pra janë të ndërlidhura, secila ka nevojë për tjetrën, sepse shpeshherë ata që janë ma fetar, se me thonë, insistojnë ka çështja e formës dhe në situata të rralla mundën edhe me anashkalu çështjen e përmbajtjes, ndërkaq ata që janë ma pak fetar, zakonisht anojnë ka çështja e përmbajtjes, e përjetimit dhe, si me thonë, mundohen me i arsyetu mungesën e formës fetare dhe në farë forme a keni vrejt shpeshherë thuhet, po ku e din ti çfarë fetari jam unë? Sepse tendenca aty në gjithmonë fen thjesht me lanë diçka në brendësi, pa ndonjë formë caktuar. Sigurisht ne duhet jemi të kujdesshëm me këto dy anë që shpeshherë përballen dhe janë në rivalitet. Sepse në të dy rastet, domethënë ka diçka që mungon. Edhe fetarët, të cilët i dhanë shumë pesh formës dhe ndonjëherë e harrojnë esencën, që është vrejtje për ta, ndërkaq edhe të tjerët që mundohen me bë fen vetëm përmbajtje, pa detyra, pa formë, pa kurfar imazhi, nuk e kanë mirë, sepse hundja në ligjet e kësaj bote, në cilat ata besojnë, domethënë një punëtor i mirë është ai i cili respekton edhe pjesën